Të nderuar shikues, vazhdojmë më tutje me lidhjen e emisionit dhe tani radhën e ka personaliteti për ditën e sotme, apo e ftuara e ditës dhe tema për të cilën do të diskutojmë. Sot në emisionin tonë do të flasim për të arriturat, për sukseset, për sfidat e të rinjëve tanë mbi gjitha dhe njëkohësisht për biografinë e saj. Me profesion është geodete, kurse njëkohësisht është edhe aktiviste, po ashtu edhe pjesëmarrëse në politik apo ndryshe thënë politikane. Për të folur për veprimtarinë e saj në emisionin tonë, kemi të ftuar Lorina Karemani. Përshëndetje Lorina, mirëserdhe. Përshëndetje Ariana, faleminderit për ftesën. Kënaqësi shumë e madhe që sot të kemi këtu për të folur për të rinjët edhe për ty personalisht. Fillimisht ne kemi si traditë në për emisionet tona flasim për biografinë e të ftuarve. Mund të flasësh pak edhe për biografinë tënde? Si që përmende, jam Lorina Karemani, e lindur dhe rritur në Tetov. Shkollimin fillor të mesëm dhe universitare kam kryer po ashtu në qytetin e Tetovës, si e re në fushën që kam studiuar, po ashtu jam e përfshirë edhe në aktivizëm qytetar, si dhe në politik, po ashtu në të njëjtën kohë jam edhe alpiniste. Kështu do të kisha përshkruar veten time në disa pika të shkurtra. Sigurisht ne do flasim pak më gjëra gjatë brenda këtij emisioni edhe për gjithë punën tënde që bën çdo ditë, punën me apo aktivitetet të cilat ti ndërmerr kështu me radhë. Por ke studiuar për geodezi, një drejtim i rrallë, mund të themi këtu tek ne. Pse vendose pikërisht të studiosh këtë drejtim? Pra, çfarë të motivoi që ky drejtim të jetë profesioni yt i së ardhmes? Fillimisht, si që e përmende, është një ndër drejtimet më të rralla, si dhe në universitetin tonë në Tetov ka qenë paraqitur vetëm në një periudhë të shkurtër, mendoj 3 gjenerata kemi qenë, nuk kam qenë gjenerata e fundit. Fillimisht geodezin si drejtim është shkencë relativisht e re, cila merret me matje, me verifikimin e hapësirave të ndryshme, si dhe bën përshkrimin e objekteve në pjesë të ndryshme të tokës. Kjo më ka tërhequr më shumë sepse e kishte 3 kombinime. Tokën, matematikën edhe teknologjinë. Edhe kjo është ajo që më tërhoqi më shumë. Është pak si drejtim sfidues, sepse shumë vajza nuk e preferojnë këtë dhe fatkeqësisht nga Tetova jam për gjenatës time jam vetëm unë vajzë. Edhe kjo më ka bërë pak të jem, unë i them pak më speciale. Po mendoj se mund të gjithë të përfshihemi në këtë drejtim sepse është relativisht shkencë shumë e mirë. Të flasim pak për përvojat dhe eksperiencat e tua në këtë drejtim pra si geodete. Që kur ke filluar të punosh në këtë drejtim? Në jetën universitare edhe para dhe pas saj kam punuar në sektorin privat në përgjithësi. Por në gjatë viteve të studimeve kam bërë praktik, po edhe kam punuar në të njëjtën kohë në një nga zyrat më me zënë në qytetin e Tetovës. Zyra në të njëjtën kohë edhe profesorit, sepse aty mund që të gjej edhe veten. Aty kam bërë praktikën dhe kam mësuar pjesën më të madhe të fushës të cilën e studiojsha, edhe pas saj përsëri u aktivizova në sektorin privat dhe për momentin jam e punësuar në Ministrinë e Financave për çështjet pronësore, ku edhe ushtroj profesionin si gjeometër për njësinë rajonale të Tetovës dhe të Gostivarit. Pikërisht këtu e kisha edhe pyetjen e radhës, pra cila punë apo cilin funksion po kryen tani dhe çfarë përgjegjësish bart mbi vete ky pozicion, le të themi, cilin ti tani për tani e ke? Të them të drejtën, nga ajo që kam mësuar në gjatë studimeve dhe kësaj sot që bëj ka dallime. Po për këtë arsye edhe e kam zgjedhur, sepse në sektorin privat si veprimtari është apo si profesion është diçka shumë më ndryshe nga ajo që bëj në institucionet publike, domethënë në Ministrinë e Financave. Bëj verifikimin e dokumentacioneve që sjellin palët për privatizim ose legalizim dhe në bazë të saj vendosi se çka është mirë dhe çka është keq për çështjet e caktuara. Po ashtu edhe takime me palë, konsultime dhe kështu me radhë. Të flasim pak edhe për një tjetër aspekt të veprimtarisë tënde, ose thënë më ndryshe të karrierës tënde të deri tanishme. Ajo ka të bëjë me politikën. Një politikane e re në partinë politike Aleanca për shqiptarët. Çfarë paraqet fillimisht për juve politika dhe pse pikërisht vendose që si e re të merresh me politikë, çfarë qëllimi kishe, çfarë misioni le të themi kishe, edhe pse pikërisht të zgjodhe subjektin politik të cilit të i takon? Fillimisht politikën unë e perceptoj si një re nga Tetova, si mjet për ndryshim, sepse po të mos jemi të përfshirë në sferat të tjera, jashtë atyreve që studiojmë apo veprojmë, është diçka më ndryshe.
pse do themi, unë gjithmonë kam parë veten si pjesë e proceseve për ndryshim, sepse si gjenerat që po vim, edhe në hapësirën apo në shtetin tash ku jetojmë, kemi nevojë për ndryshime. Dhe pse mos jem një ndër ata të parë të themi, se nuk jam as e para as e fundit për këtë që them, duhet të kemi ndryshime. Dhe pikërisht për ta sjellë të ndryshim, unë u aktivizova në subjektin politik Aleanca për Shqiptarët, nga ku edhe sot jam ende antare aktive. E zgjodha këtë sepse besoj në vizionin e Aleancës për Shqiptarët në zhvillimin e politikave në përgjithësi, pastaj edhe për zërin të cilin edhe hapësirën ja kanë dhënë rinisë, që e kemi dëshmuar edhe në zgjedhjet e fundit. Brenda koalicionit vlen, po edhe si parti në përgjithësi. A mund të flasim pak edhe për përvojat tuaja në politikë? Pra që si ere ke marrë pjesë në forumin rinor, kandidate për këshilltare në komunën e Tetovës, dhe shumë përvojat e tjera ose eksperienca tjera. Mund t'i përshkruajmë këto? Po mundet ish pa problem. Fillimisht kam qenë aktiviste, pastaj u zgjodha edhe sekretare përgjithshme e forumit rinor për Aleancën për Shqiptarët në Tetovë, pastaj kam qenë dhe vazhdoj të jem antare e disa organeve brenda partijake, po ashtu në vitin 2022 dhe tash në zgjedhjet e fundit të vitit 2025, do me bëj fjalë për zgjedhjet lokale, kam qenë edhe kandidate për këshilltare, e cila më ka motivuar edhe më shumë që të vazhdoj dhe të kontribuoj në politikë si e re. Po ashtu, Aleancën për Shqiptarët si e re nga forumi i të rinjve, e kam përfaqësuar në trajnime lokale, ndërkombëtare, si dhe brenda dhe jashtë vendit. Duke u përfshirë në institucionet të Maqedonisë së Veriut, Republikës së Maqedonisë së Veriut, po ashtu edhe nga institucionet të Bashkimit Evropian. Megjithatë, të ndalemi pak edhe në sektorin civil, ku gjithashtu ke dhënë kontributin tënd në shoqata të ndryshme, e duhet të ndalim këtu edhe tek një shoqatë e quajtur Rotaract Club, për të folur pak edhe për këtë veprimtari në këtë organizatë, në këtë shoqatë, edhe gjithashtu në për organizatat e tjera. Pra pjesë e sektorit civil, çfarë kontributi ke dhënë? Në pjesë në sektorin civil kam dhënë më shumë kontributin në aspektin e zhvillimit të politikave rinore, si dhe në aspektin e zhvillimit të Rotaract Klubit të Tetovës. Rotaract Klubi i Tetovës është një grup i të rinjve, student në përgjithësi, të cilët kanë bërë aktivitete në të mirën e komunitetit. Aktivitete të themi e kishim aktivitetin për tetori muaj roz, pastaj disa aktivitete tjera që përfshinte për të rinjt në përgjithësi, kemi pas edhe një projekt i cili na sjelli shumë zë, ajo ishte për dhurata, nuk më kujtohet emri, po ishte për dhuratat për fëmijët të shkollave fillore në malsinë e Tetovës, fillimisht e kishim targetin, pastaj edhe në fshatrat përreth. Domethënë në Rotaract Klubin po ashtu kemi bërë edhe projekte për pastrimin e qytetit të Tetovës, në bashkëpunim me komunën e Tetovës, pastaj edhe disa të tjera panel diskutime e kështu me radhë. Çfarë të motivon më shumë, Lorina, që të merresh me aktivitete në sektorin civil, apo që t'i aktivizosh të rinjët, t'i nxjerrësh nga ajo zona e tyre e rehatisë dhe t'i bësh më aktiv në shoqëri? Po, një ndër arsyet se edhe pse jam aktivizu është pikërisht kjo çështje se ne si rini apo si gjenerat njihemi nga ajo se nuk bëjmë kompromis me konformitetin tonë, zonën e konformit, si i themi. Për ta arritur atë zonën e konformit, prindët tonë kanë punuar shumë për ne, që ne jemi sot këtu. Edhe tash ne këtë rati që të mundim ta përsosim pak më shumë, apo t'i pjekim kushtet, duhet të dalim jashtë asaj. Pikërisht kjo më ka bëj që të bindi edhe të them se rinia është ajo, si të themi, vagoni i ndryshimit. Edhe për të bën ndryshime duhet si gjenerat të aktivizohemi. Edhe për këtë besoj se jo vetëm unë, shumë të tjerë do kishin dash të bëjnë ndryshime. Kuptohet në hapësirat ku të cilat rinia ka hapësirë për qenë. Ka mundësi. Megjithatë ke marrë pjesë edhe në shumë trajnime. Të flasim pak edhe për përvojën tënde në këto trajnime dhe çfarë mësimesh ke nxjerrë nga këto trajnime? Këto trajnime në përgjithësi më kanë dhënë shumë, Ariana, të themi. Domethënë vitin 2024 dhe 2025, 45% të vitit e kam kaluar nëpër trajnime. Duke filluar në trajnime lokale, ndërkombëtare dhe jashtë saj. Kam përfaqësuar Maqedoninë si shqiptare vetme. Pastaj edhe brenda Maqedonisë që kemi pas trajnime në bashkëpunim me Bashkimin Evropian, me ambasadën e Zvicrës, ambasadën e Britanisë Madhe, me
shoqatat e tjera me CEDin, me Lojën, me IFES, me Institutin e Ohrit po ashtu, kemi pas një hakaton tash në zgjedhjet lokale edhe shumë të tjera. Po, do flasim sigurisht edhe për konferencat në të cilat ke marrë pjesë, dua të ndalem në pjesëmarrjen tënde në konferencën ndërkombëtare rinore Vlerat Europiane për të ardhmen në rajonit e Europës Juglindore. Mund të flasim pak për atë që çfarë kontributi ke dhe në këtë konferencë, çfarë ke përfituar nga kjo konferencë, apo pjesëmarrjen tënde në këtë konferencë? Kjo pjesëmarrje në këtë konferencë ishte shumë e vlefshme për mua fillimisht, domethënë edhe do të jetë një ndër konferencat derisa të vi më e mira, mendoj se kjo do të jetë më e mira, sepse në këtë konferencë kemi marrë pjesë si shtete, 14 shtete, përfshi shtetet e Bashkimit Evropian, po ashtu edhe shtetet të tjera të cilat janë kandidate potenciale për të hyrë në Bashkimin Evropian. Kemi marrë pjesë 58 të rinj aktiv dhe këtu prap do kisha dashur ta potencoj se kam qenë shqiptarja e vetme nga Maqedonia që ka marrë pjesë, u zhvillua në Krushev. Edhe kjo ishte një ndër eksperiencat më të mira, themi, sepse kam pas edhe nga Greqia, nga Bullgaria dhe nga Maqedonia bashkëpunëtor, edhe nga Kosova. Kisha edhe nga Gjermania me të cilët komunikova më shumë, i potencoj shtetet se me këto komunikova më shumë, dhe kjo si eksperiencë më ka ndihmuar që të njoftohem edhe me personalitete të cilat si Lorina nuk do kisha mund t'i njoftoj. Unë njoftova me ambasadorin e Gjermanisë, pastaj me disa ekspert nga Malizi edhe nga Shqipëria, të cilët në bazë të eksperiencave që kishim pas, u mundoshin të interpretojnë edhe të ne, domethënë se rinia duhet të punojë në vazhdimsi, që të arrijë diçka edhe pse mos e përsose atë. Nga ajo që më ka ngel më shumë si eksperiencë, pjesa më e mirë ka qenë ajo pjesa e kontributit, të cilin u mundova ta tregoj, edhe shpresoj që e kam tregu, për zërin e rinisë në Republikën e Maqedonisë së Veriut, sepse kemi si pasqyrë se nuk aktivizohen të rit dhe nuk doan të marrin pjesë. Jo, rinia jonë don të aktivizohet, vetëm se i duhet një dorë për të qenë aktive. Sepse unë deri sot ato që kam pas si prioritet për të punu, i kam shfaq ku kam mund. Edhe në të shumë të në rasteve kam marrë dhe përgjigje negative, ama kjo nuk më ka ndalë. Edhe për këtë jam krenare. Konferencat të tjera në të cilet ke marrë pjesë? Në konferencat të tjera kam marrë pjesë shumë. Kam marrë pjesë në konferencën për dezinformimin e shtresave të gjera. Kam marrë pjesë edhe në konferenca jashtë Maqedonisë, por më e mira të themi ka qenë ajo që kam marrë pjesë në Sarajevo. Edhe atje mirëshim pjesë vetëm shtetet e Ballkanit Perëndimor. Dhe nga Maqedonia ishim vetëm 2 vajza. Edhe atje po ashtu kemi bëm këtë diskutimin e sistemit të arsimimit që kemi në përgjithësi në Ballkanin Perëndimor dhe bëm edhe një si produkt nga ajo që e ndoqëm, ishte kjo punimi për sistemin e arsimit në Maqedoninë e Veriut, duke bë krahasimin e sistemit të arsimimit të Slovakisë dhe të Gjermanisë, për shkollat edhe me zanat, edhe me mësim, domethënë sistemin e wet schools. Dhe kjo ishte një sukses jashtëzakonshëm, sepse ishte ndër të parat punime që u përfundu dhe u publiku dhe shpresojmë që në të ardhmen, kur të nisim rrugtimin tonë si shtet për Bashkimin Evropian, shpresojmë që të mund të kontribuojmë me këtë punim edhe në pjesën e arsimimit të Maqedonisë së Veriut. Po. Megjithatë, çfarë ke përfituar nga këto konferenca? Pra, si kanë ndikuar këto konferenca, këto trajnime, këto seminare, këto workshope mbi gjitha në zhvillimin tënd, le të themi, intelektual? Apo sa të kanë plotësuar ndoshta edhe shpirtërisht pjesëmarrja, apo megjithatë edhe në zhvillimin tënd apo formësimin tënd? Më kanë ndihmuar shumë, Mariana. Besom se disa trajnime të cilat i kam ndjek, ato nuk kam mund t'i ndjek si Lorina asnjëherë. Domethënë as si studente kur kam qenë edhe në përditshmëri. Më kanë ndihmuar shumë në përvetësimin e mënyrës se si mund të bëhet një projekt nga fillimi deri në fund, bashkëpunimi me institucione, po ashtu edhe bashkëpunimi ndërkulturor, sepse jetojmë në qytet multietnik, edhe këtë duhet ta kemi pak parasysh. Pastaj më kanë ndihmuar edhe në zgjerimin e horizonteve, të dijes, të shoqërisë, të diversiteteve të ndryshme të themi dhe kanë qenë shumë, po më shumë që më kanë ngel është leadershipi i mirë, sepse për të pasur një të ardhme më të mirë, edhe sidomos në politikën, ku e shoh unë si fushë që më frymëzon, është shumë e rëndësi që
integritetin edhe etikën të kemi në nivel. Po. Mbi gjitha duhet të flasim edhe për Akademia për Politika Publike, ku edhe je certifikuar tash shpejt. Një tjetër përvojë e ytja. Mund të na flasësh pak edhe për këtë? Akademia për Politika Publike është të themi ajo si të do i kisha veçue një ndër akademit më të mira, që kam ndjek këto 2 vitet e fundit. Edhe mendoj se do të jetë gjatë pas konferencës, se i kam ndajt në akademi edhe në konferenca. Akademia për Politika Publike, Ariana fillimisht më ka bë të rrëzojat murin që e kam pas për rinit e partive tjera politike. Se jam pak si person impulsiv, edhe në moment që ndonjë i ri jeshtë koalicionit vlen të partive tjera, më thonë të diçka më njerë u reagojsha. Edhe më thëshin, ka dalë se ne jemi 3 edhe të ardhmës nuk i dihet. Të më dhejve duhet valom këtë pjesën e debateve. Edhe një është kjo që më ka ndalet, unë i themat impulsivitetin. Pjesa tjetër është se kam pas bashkëpunime dhe me institucionet e tjera brenda Maqedonisë së Veriut, të cilat si Lorina nuk do kisha mund të marrë pjesë. Në kuadër të akademisë kam bashkëpunue me gjithë këto, po ashtu edhe me partive tjera politike jashtë koalicionit vlen. Dhe kjo më ka bo që të marrë edhe përsipër edhe një nismë lokale për një qendër rinore këtu në Tetov. Edhe në bazë duke u bazuar në këtë qendër rinore, unë kam bashkëpunuar edhe me institucionet e tjera brenda komunës së Tetovës, po ashtu edhe në disa institucionet të tjera në shtet. Po institucionet që më kanë ndihmuar më shumë, do kisha veçuar Institutin e Ohrit. Do me thonë, nga fillimi në fund, në pjesën e zhvillimit të dokumentit publik, kam bashkëpunuar me ato. Nuk e kam pas se është fundjavë, a është pas orarit punës, apo pas orës 9, ato kanë qenë në komunikim me neve non-stop. Dhe kjo më ka bojë që të them se po ne kemi institucione që duan të bashkëpunojnë me rinin. Po ashtu edhe jam shumë falenderuese ambasadës së Zvicrës, të cilët edhe pse janë në Bashkimin Evropian, ato shumë kontribuojnë për rinin e vendit tonë. Edhe përmend edhe certifikimin, certifikatën e pata kënaqësinë të marr nga ambasadori i ambasadës së Zvicrës, i cili është emëruar tash së fundmi. Dhe kjo ishte një ndër kapitujt që do e mbaj gjatë. Por megjithatë, cilat janë sfidat me të cilët përballen të rinjët tanë sot, edhe çfarë mund bëjmë ne për t'i reduktuar ndoshta këta sfida për të rinjtë? Sfidat janë të shumta, duke filluar nga emigrimi, të cilin e kemi top tem kohëve të fundit. Pastaj mosdhënia hapësirës së merituar për rinin. Pastaj po ashtu kemi edhe pjesën e praktikës, të cilën kemi shumë, unë si Lorina kam pas shumë të kufizuar hapësirën se ku mund të bëj praktikë si profesionaliste. Pastaj edhe të tjerët, në drejtime të ndryshme. Dhe kjo unë them se duhet të investojmë më shumë. Kemi investuar deri sot, me aq sa është investuar, duhet të punojmë më shumë. Po më kryesorja është që duhet të kthejmë besimin e rinis në institucionet shtetërore. Sepse e shohun nga bisedat që zhvilloj me shok, shoqe, po edhe të rinjt tjerë, të cilët janë relativisht të moshave të reja, thonë jo, e shohim vetën jashtë. Më i them, pse be bashkë ngjitu me neve, apo mos qofë në forumet rinore të partive, në ndonjë organizatje qeveritare që të mundesh ta gjesh hapësirën ose veten se ku mundesh të kontribuosh. Se vetëm me një ose me dilule nuk çel pranverën e përdori. Duhet pak më shumë që të arrijmë ato hapësira. Po të shpresojmë që të punojmë pak më shumë për rinin. Dhe për fund, Lorina, cilat ishte porosia jyte për të gjithë të rinjët dhe jo vetëm për të rinjët? Për pasur një shoqëri më të mirë. Po, porosia ime për në fundët kishte qenë që të mos dorëzohen, të punojnë dhe prioritare të kenë arsimin. Sepse pa arsim nuk mund të kemi një sistem të shëndosh. Të luftojnë për ato që duan dhe ëndrat të mos janë ulojnë. Të punojnë për to çdo ditë që të munden të realizojnë në një të ardhme të afërt. Lorina, ishte kënaqësi shumë e madhe që në emisionin tonë të kishim të ri ambicioz si ti, të dëshirojmë shumë suksese në rrugtimin tënd profesional edhe në të ardhmen dhe të mirpresim sërish për tema të tjera të cilat mund t'i trajtojmë bashkë. Faleminderit shumë që na nderove. Faleminderit, kënaqësia ime. Të nderuar shikues, pra ka qenë dhe kjo pjesa me personalitetin e ditës për sot. Ju vazhdoni të qëndroni dhe më tutje me ne, rikthehemi pas pak.